Përshëndetje të gjithëve. Kjo ditë ka qenë bukur këtu në Fier dhe ky panajir ka qenë mrekullueshëm në fakt, të cilët ju uroj suksese në vazhdim. Do doja që të bëhej edhe podi nga i cilit ne të përshëndojmë familjen e poetit Arben Duka, i cili sot u largua nga jeta për t'ju bashkuar angjëj në qiell. Një nga poetët e mrekullueshëm shqiptar, me mbi 3.000 poezi në gjuhën shqipe, me dhjetra e dhjetra libra të botuar, sot e në vazhdim do t'i kërkoj letërsisë shqipe me fjalën e tij të prehtë dhe të mëndshëm. Të urojmë që ky fundvit nuk do të na sjellë më lajme të tilla të hidhura. Ky takim i sotëm në panelin e librit të Fierit i takon prezantimit të një romani krejt të ri që është botuar këtë nëntor në gjuhën shqipe, romanit të ri të Namik Dokles, i katërti në radhë pas Vajzave të Mjegullës, që u botua në 2015 nga botimet Doena. Me fillimin e botimit të romanit Vajzat e Mjegullës në 2015, unë besoj që Namik Dokle bëri me një kthes në krijimtarinë e tij të botuar, duke sjellë në Shqip 4 romane, të cilat spikasin për mënyrën e veçantë të shkruarit, për tematikat e qëndruara, për mënyrën se si ai vendos në qendër të vëmendjes njeriu shqiptar dhe jo vetëm, se si sjell në vëmendjen tonë vendlindjen, se si sjell në vëmendjen tonë të shkuarën e afërt dhe të tashmen apo të ardhmen, se si vën në qendër të vëmendjes njeriu dhe problematikat e tij në sisteme të ndryshme. Kolerë në kokë dashurie pason, si thash, romane të tjera të cilat tashmë janë botuar dhe kanë qarkulluar në gjuhë të tjera, në gjuhën bosnjake, 2 prej romaneve të tij, Vajzat e Mjegullës dhe Lulet e Skalbotës, kanë qarkulluar tashmë, u përkthehet dhe është gati në botim e sipër apo ka dalë ndërkohë, edhe romani i tretë i tij në gjuhën bosnjake janë përkthyer gjithashtu në bullgarisht, në spanjisht këto romane, në turqisht gjithashtu, duke dëshmuar që nuk gabua, duke mbështetur shkrimtarin Namik Dokle për t'u botuar dhe për t'u promovuar në gjuhën shqipe kudo ku ka shqiptar. Romani në Kolerë në kohë të dashurisë do të përcillet për ju nga studiuesi Bear Gjoka, i cili është thelluar në leximin e tij, ka bërë një lexim ashtu si ai di të bëjë për libra të tillë të veçantë të gjuhës shqipe. Në katalogën e botimeve të Doena të këtij viti, në fakt, 2 janë shkrimtarët që spikasin në mënyrë shumë të veçantë. Besnik Mustafaj me librin e tij të ri 366 rrëfenja për të ndjellë gjumin, dhe ky roman Kolerë në kohë të dashurisë, që besoj janë nga romanet më të arirë të këtij viti. Po le të dëgjojmë studiuesin Bear Gjoka për më tej. Ju falenderoj për vëmendje. Përshëndetje, tashmë në një pozicion këtë tjetër, të ishë pak më të kujdesshëm në raport me atë çfarë ndajmë me ju, sepse unë mendoj që nëse autori ka meritën sjelljes së veprës, lexuesi do të jetë kritik i mendshëm sa i përket diçka që gjithmonë me gjykimin që do duhet parë teksti dhe vetëm teksti. Për një arsye të thjeshtë, teksti jeton për te nës. Teksti është më i madh se sa autori. Teksti e kalon autorin shumë herë. Kisha menduar se me trilogjinë, tashmë shkrimtari Dokle i kishte rrotullat e dimensionin e korës, marrëdhënies me njeriu, marrëdhënies me botën të tusha, minore dhe më tutje se sa aq, por në fakt e kisha gabuar. Libri Kolerë në kohë të dashurisë me njëherë të krijon një asociacion me dashurinë në kohën e kolerës. Në fakt, janë 2 gjëra që janë në kundërshtim me njëra tjetrën.
ta kujton Markesin kur me njëherë jemi në një marrëdhënie krejt tjetër. Nëse Markes ndërton një histori dashurie në kohën e këto jemi në një situatë pothuajse të përmbysur sipas shpirtit. Dhe unë do të thoja që për të folur gjëre gjatë, natyrisht teksti i shkruar ta mundson këtë situatë. Me ju do të ndaj në 3 momente. Spara, him për poetët dhe për dashurinë. Ky libër në të gjithë hapësirët, në të gjithë strukturët, në të gjithë episodet, ngre një përmendore për poetët. Për poetët pavan, si Fishta, si Lorca, si Budi. Për poetët e pushkatuar, si Leka, si Loshpa, si Xhaxhika, për poetët e varur si Leka. Por, edhe për poezi. E di pse. Mjeshtrisht janë futur varje të reshmes. Që nëse kemi një him për poetët, pra për poetët marhum, për poetët e përzorgjë njërisht në letërsinë shqipe shpesh dalin tepër ose mangut, dhe për poezinë atë pjesë që udhton për të janë tonë. Janë rreth 20 apo 21 vargje për reshmes që e fladitin këtë përshkrim, këtë udhtim në botën e ferit se si azizohen poetët, se si vëriten poetët. Por, bashkëngjitur në këtë situatë, natyrisht unë kam bërë 3 lexime këtij teksti për arsye të tjera dhe përballë saj është historia e dashurisë, është historia e Valmirit dhe Antigonës, të cilët jetojnë tragjedinë mëse të tjerë, të një kohë tjetër, të një situatë tjetër. Dhe pikërisht kjo përplasje mes poezisë, poetëve dhe dashurisë është nga ato impresionet të tusha që sato të shpreh, sato të hymë marrëdhënie të fondfare, teksti ka vatra të tjera të cilët duan krejtësisht dhe mendje, duan kujdes, duan shpëtim. Së dyti, nënvedia e heshtur si vendi e tij. Shikoni, shumë kush mendon se shqiptarët në diktaturë ishin të gjithë të mbyllur. Nëse muret që na burgosën, muret që na ndan nga bota, e kryuan në iluzion, nëse në tentativë për të kryuar kavje, jo, nuk është. Ky libër, sidomos nëpërmjet litarit, sidomos nëpërmjet përplasjeve të kohës së djeshme të sotme, që njërisht për mua ngjajnë si të pika ujë, janë vijimësi e asaj psikologjie, ku njeriu i ri, njeriu ideologjik, njeriu i hetësisë, njeriu që nuk bën asgjë tjetër vetëm se gjurmonte nga prima e Chelsea, siç vërtet me jetën e tjetrit. Është ajo situatë që këtu kjo nënvetie e heshtur në tekst të cilët si vetie letrare. Dhe për mua, kjo është një befasi që mendoj është e pranishme në romanet e tjera, është se ajo loja e pacjes me mimur kuptimin e kuptimit të gjës. Nërsa këtu vjen e dimensionuar plotësisht gjithmonë në atë situatën që të dalim nga krenaria toshe dhe të ndërtojmë një botë reale të komunikimit me vetë. Pse? Njërishtu me re që ne bëjmë gjithçka për botën, harrojmë vetë. Është ajo situata kur ai që nuk merr përsipër vetveten, nuk ka se si të përçojë diçka tjetër. Natyrisht, unë gjithë këtë përpjekje të lexim, unë do ta përcjell të shkruar dikur dhe besoj shumë shpejt, por me ju të doja të ndaja edhe një situatë që për mua është krejt befasuese. Narësia narrative romane. Natyrisht mjeshtrat Todorov ka theksuar një kohë
që poezia, poetika e prozës është rrëfimi. Mund të kesh histori të afurë, mund të kesh ngjarje të jashtëzakonshme, mund të kesh tragjedi, mund të kesh vëmë madhështore. Nëse nuk ti të rrëfesh, është problem të mësimit. Natyrisht, sot të dokle me oratorinë e ti, por edhe me mjeshtri në biseda, dhe unë dhe reqë, ka një marrëdhënie aprofimore të lindur, dhe nga që e ka të lindur, e ka dhe në bisedë, në tekst, më krijon një marrëdhënie të tillë ku kemi të pranishëm rrëfimtari e gjithë dijes. Teoria e Simonon është ai që superon, është universi, është situata do të thosha që mbizotron gjithë hapësirën, ku autori i mban të kontrolluara fijet e dikusis, të kontrolluara fijet e marrëdhënies autorëve, por gjithmonë jo duke i penguar, jo duke i dhënë brava tyre, por duke i lënë në hapësirën e komunikimit me vetveten dhe me botën. Natyrisht, është befasi dhe situatë tjetër. Këtu kemi edhe rrëfimtarin personazh. Madje rrëfimtari personazh vjen në dy forma, si pazuar. Vjen në formën e rrëfimit të asaj nusës shpikës e cila rrëfen në gegnisht. Kjo e pasuron filore. Jo lutëm, gegnishtja është pjesë e shqipës. Gegnishtja e buzuk, e fishtës, e budit, është gjuha jo. Nuk ka se si të mos bëjmë pjesë të udhëtimit në letërsi dhe gjuhë, gjithë shka që ka hedhë themelit. Dhe është një situatë tjetër që vjen nëpërmjet gjuhës së një personazhi të frikshëm, të Kroponik Kafkut, i cili vjen me ligjërimin tipik të prokurorit të hetuesit. Kjo është gjuhë të shkruar. Pra kemi dy elemente të shenjës letrare të poetikës së rrëfimit, siç është rrëfimi i gjithë dijes, dhe rrëfimi i personazhit, dhe këtu kemi rrëfim të shpirtit. Ajo e çon në kohën që duhet të vinim sa më shpejt. Në kohën kur ndajshim, në kohën kur shjepshim si armiq, në kohën kur nuk bënim asgjë tjetër, vetëm se gjurmonim biografinë dhe shkatërrojmë jetën njerëzore. Pikërisht kjo teknikë do të thosha e këtyre rrëfimeve e ka bërë do të thosha situatën mjaft impresionuese dhe kënaqësidhënëse në lexim. Tërheq vëmendjen në një situatë e fundit si çështje dykosia e tashmëshme. Them drejtën, duke qenë se kemi ndërtuar një marrëdhënie me kohën si vitësër. Ne kemi shoqëri, por me politikë, por me kulturë, me shumë çka tjetër. Këtu, mjeshtrisht, vendosen marrëdhënia e kohës tjetër, me kohën sot nëpërmjet një kohe letrare, e cila nuk na bën asnjë tjetër vetëm se ne jemi shansin që të kuptojmë kush ishim me gjithë të dyjet, kush jemi me gjithë mirësitë dhe plasja e kohë, plasja e personazheve, plasja do të thosha e shumë çkaje që vjen do të thosha në një univers të shkapërderdhur strukturor, e tre pjesë, e bën do të thosha këtë marrëdhënie të kuptojmë patjetër të djeshme nuk kemi të sotme as të nesme. Nëse ne metemi peng i të djeshmes apo i të sotmes, është e vështirë të kemi të nesme. Pikërisht të dimensionime që jenë këtë tekst, është do të thosha nga ato vlera që e vlen të lexohet. Guxoj t'i marr kua termin zotit Mustafaj, shkëtes për lexim. Nuk po them asnjë tjetër. Nuk po them se kemi të bëjmë me një kryevepër, po them që është libër që na pasuron, na çliron nga makthet që i jetojmë për ditë e për ditë. Dhe e fundit, ka disa fjalë që unë nuk i gjej nëse fjalën të Shqipës të pranishme në këtë tekst. Unë i kam veçuar të kute 100 fjalë. Ka mision të madh për një shkrimtar, se sa të bëjnë letërsi dhe të rinjallë gjuhën.
është kënaqësi për mua, gjërat e tjera do të jenë të shkruara. Urime, sot i Dokle, për romanin e 4, edhe për të tjera, urime shtëpisë botuese të Erna, që ti të ndalet për autorët, ti t'i ndjek hap pas hapi me gjithë procesin. Është kënaqësi që tash të të Përshëndetje. Shpejtë Liroj. Po pra. Tu ka trahti. Tani mas profesor Gjoks është vështirë flasësh për librin, për letërsia ka këtë të mirë që ka paralele dhe ndoshta nuk takohemi që e kam lexuar me shumë kënaqësi dhe me vëmendje të madhe këtë libër. Për shumë arsye, po një prej arsyeve më të mëdha ishte fakti që personazhet e kolerës lëvizin e përtokën time. Kanë fatet e mia pak a shumë. Aty si Frani, si Nusja, si Valmiria dhe Antigona, që kërkojnë varrin e poetit, që në fakt ai poeti i librit duket që ishte i gjallë, vazhdon të jetë i gjallë. Më sollën afër historinë time. Historinë që nuk dohesh i matë kishte fatin e babës vet, po asu të kisha fatin e babës tim, që të vejtesha në tim që të baba. Unë e përgëzoj në amikun edhe për faktin që unë ashtruar letërsinë e mirë. Letërsinë që unë e duhet, ndoshta kjo është edhe arsye personale, shihet e mia, po është vërtet letërsia që për shumë vite na ka provuar. E përgëzoj gjithëve për punën, për librat që bani, unë jam një lexuese, për të thënë që jam lexuese e mirë nga që e du letërsinë, vetë nuk shkruaj, letërsinë e du. Faleminderit. Shtëpia e botimit është për fajtësit të vendës. Jo, vërtet se lexuesit nuk e kanë vënë re, por ky libër ka Toena Tiranë 2020. Sepse është votuar në 2021, por këtu shkruhet 2020. Dhe unë e vrikosa kur e pash dhe marrë redaksinë, më thonë që keni bërë këtë gabim. Thonë jo, nuk është gabim, po ISBN-ja për këtë libër është regjistruar në 2020 dhe nuk mund të ndryshohet. Kjo tregon se është shtyr votim për arsye të Covid. Ndërsa nisja e pak në vetdije dhe pak në nënvetdije është në momentin që unë kam shkruar dikur një dramë, është vënë në skenë nga Teatri Korçës dhe rolin kryesor e ka luajtur Dimitër Orgocka, edhe si regjisor, po edhe si aktor. Dhe na drama titullohet Dënimi i dytë i Homerit, dhe subjekti është shumë i thjeshtë, madje është përfshi pak si sinopsis në libër, që perëndit i kanë dënuar Homerin me verbim, por pas një farë kohe konstatojnë që verbimi nuk i prish punë poetit, sepse ai i verbuar shëtiti gjithë Greqinë dhe shkroi kryeveprat, në të cilat njeriu është më i bukur se perëndit. Dhe vendosin të bëjnë një dënim të dytë dhe si këshilltar flasin një mjeshtër të torturës nga Kaukazi, dhe ai vjen u thotë është shumë e thjeshtë, pritini gjuhën. Dhe i presin gjuhën dhe këtu mbaron drama Dënimi i dytë i Homerit. Dhe prerja e gjuhës ka qenë një element që ka nisur që në filles të njerëzimit edhe vazhdon sot e kësaj ditë. Diku pritet me censur,
diku pritet në mënyra tjera, por në Shqipëri, në kohën e diktaturës, u prej në mënyrën më tragjike, duke pushkatuar poet, duke varur poet, dhe duke mos ja u gjetur eshtrat asnjëherë. Ndodhte si me inkasit e vjetër, që ai komandanti fitimtar, e vriste pupsin dhe eshtrat ja varroste në shumë vende. Duar diku, kokën diku tjetër, këmbët diku tjetër, sepse ata mendonin që mund të ringjallet njeriu dhe kur të ringjallej kundërshtari i tyre të mos gjenin eshtrat njëra tjetër. Pra ky ishte, si më thënë, frymëzimi i parë shpirtëror për ta shkruar këtë roman. Pastaj natyrisht funksionon laboratori i shkrimtarit dhe kështu me radhë. Dhe unë nuk dua të zgjatem që të flas për librin, madje jo për faktin që autorët nuk duhet të flasin shumë për librat e tyre, por edhe sikur ishte rregulli ndryshe që autorët duhet të flasin për librat e tyre, unë këtu nuk kam që të shtoj asnjë fjalë përveç atyre që tha Behari dhe Nikoleta. Bëri një analizë të cilën unë ngaherë them vërtet e kam shkruar kaq mirë këtë libër, sepse ndodh që ka mendimtar për librat që kanë një dëshirë jo pozitive ndaj autorëve. Por ka edhe ata që e duan librin dhe duke dashur librin duan edhe autorët. Dhe ngaherë ne duke komunikuar me njëri tjetrin, edhe me ata që shkruajnë për librat, por edhe me kolegët, sidomos ne shkrimtarët që botojmë të doena kemi marrëdhënie shumë të mira, shumë miqësore me njëri tjetrin dhe gëzohemi kur botojmë librat e njëri tjetrit. Nuk e di si e kanë shtëpitë të tjera bortuse. Kjo ndoshta faleve edhe mjedisit që krijon Irena dhe Fatmiri për autorët, dhe në këtë rast duhet të shpreh mirënjohjen time. Dhe mësojmë nga njëri tjetri, zbulojmë njëri tjetrin, lexojmë njëri tjetrin. Është si kam përvojë qip nga teatri, sepse kam shkruar dhe jam bënë në skenë 8-9 drama, dhe kam një përvojë që gjithmonë u them miqve që nganjëherë autori ka nevojë ta dëgjojë veprën të lexuar nga dikush. Për shembull, po të dëgjosh Ismail Kadaren duke recituar poezitë e tija, e kupton shumë më mirë. Po të lexosh Driterojnë duke lexuar poezitë e tija, e kupton shumë më mirë. Po të dëgjosh Marquesin duke lexuar romanin e tij, është shumë më mirë. Unë kam të incizuar atë romanin Dashurinë kohë të kolerës, por këtu në librin tim nuk ka fare kolerë. Është vetëm në titull dhe përmendet vetëm 2 herë krejt rastësisht, sepse kolera është një natyrë krejt tjetër. Është një kolerë e të shkuarës që do të zhduk të ardhmen, madje edhe të sotmen e njerëzve. Po, ta mbyll me këtë punën e dëgjimit nga dikush tjetër. Një dramë imja në fillim fare, në vitet 75-74, kur sa të kisha filluar të shkruaja, fitoj edhe çmimin të dytë në një konkurs kombëtar me kryetar zhurisë Ismail Kadaren. U interpretuan në Radio Tiranë dhe u vënë në skenë në teatrin e Korçës. Personazhin kryesor në Radio Tiranë e lutin e interpretoi Naim Frash. Në teatrin e Korçës e interpretoi Pandi Raili. Të dy aktorë të jashtëzakonshëm, por natyrisht me përmasa dhe tipare të ndryshme nga njëri tjetri. Dhe unë, si autor, kuptova që dini i Naim Frashit ishte një din krejt tjetër nga dini i Pandi Railit. Pra ata kishin hyrë në rëndësinë e personazhit dhe kishin zbuluar gjërat të cilat autori ngaherë edhe nuk i percepton kur shkruan. Janë rrjedhin vetvetiur, nuk e di shumë duket mua, po Besniku dhe Ahmeti dhe Entila mund të korrigjojnë. Dhe në këtë kontekst do thoja që ne lexojmë njëri tjetrin, po duhet të lexojmë edhe natyrisht ata që shkruajnë për librat tanë. Në këtë rast unë edhe njëherë dua të falenderoj Beharin, i cili ka ndjekur botimet e mia në mënyrë shumë rigoroze dhe shumë dashamirëse. Dhe
kuptohet që më kanë ndihmuar për të gjetur më mirë rrugën e krijimit dhe për të shkruar libra të mirë. Nuk po them më shumë se kaq, sepse takoj njëri një mik i vjetër i imi dhe i besniku nga Tropoja. Dhe më thahore, kam dëgjuar që ke shkruar libra shumë, i bëj qefin vetës. Kështu që falenderoj shumë që ishit bashkë me mua këtu dhe urime të gjithë që jam këtu. Urime, suksese. Atëherë, për sot po mbyllim para ditën e aktiviteteve, vazhdojmë pas ditën me aktivitetet të tjera në panairën e librit të filmit.